vetëm 3,66 kilometra gjatësi dhe 7 metra zgjerim, kompanisë kontraktuese nga Ministria e Infrastrukturës, Papenburg Adriani Kompani, nuk po I mjaftojnë asnjë vit për ta përfunduar. Ani pse për ta përfunduar këtë rrugë, kompania në fjalë ka kontraktuar 2 kontrata me Ministrinë e Infrastrukturës. Rruga që lidh urën e Veternikut me hyrjen e komunës së Graçanicës, konkretisht segmenti nga Nyja te Gorenja deri në Hajvali, ka nisur punimet për më shumë se 1 vit, por ende nuk është përfunduar. Kontrata e parë ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Konsorciumit Papenburg Adriani Kompani u nënshkrua më 26 prill 2024 me vlerë prej 1.737.811 euro dhe afat për përfundimin e punimeve për 135 ditësh. Por ky afat ka kaluar dhe rruga jo vetëm që nuk është funksionale, por është kthyer në burim kaosi për qarkullimin. Në tetor të vitit 2024, Ministria e Infrastrukturës dha një tjetër tender të dytë me vlerë për 173.140 euro për punë shtesën të njëjtin segment rrugor, duke e quar koston totale mbi 1.9 milion euro. Edhe këtë herë të njëjtës kompani u besua zbatimi I projektit përmes një procedure të negociuar pa garë të hapur. Ashbreshimfo ka kontaktuar kompaninë kontraktuese për rregullimin e kësaj rruge, Papenburg Adriani Kompani, për të mësuar më shumë rreth shkaqeve të mos përfundimit të punimeve. Ata për Ashbreshimfo kanë deklaruar se punimet janë në përfundim dhe se projekti do të përfundojë brenda vitit 2025. Sa I përket pyetjes se pse ishin nënshkruar 2 kontrata për të njëjtin projekt, zyrtarë të kësaj kompanie thanë se kishin dalë punë të paparashikuara. Punimet janë në përfundim e sipër, përfundojnë gjatë këtij viti, ka punë shtesë, por pyetni ministrinë. Ashbreshimfo ka kërkuar qëndrim edhe nga Ministria e Infrastrukturës për fazën aktuale të punimeve dhe arsyet e vonesave, por nuk ka marrë ende një përgjigje zyrtare. Njohësi çështjeve të ekonomisë Jakub Bellaça thotë se vlera prej rreth 2 milion euro për një rrugë rreth 4 kilometra kërkon arsyetim dhe dokumentim. Në një prononcim për Ashbreshimfo shprehet se projektet infrastrukturore të financuara nga buxheti I shtetit, si ky I zgjerimit të rrugës nga ura e Veternikut deri në hyrjet e Graçanicës, duhet të planifikohet dhe të menaxhohet me kujdes të veçantë. Sa I përket projektit të zgjerimit të rrugës nga ura e Veternikut deri në hyrjet e Graçanicës, ku për këtë projekt janë ndarë rreth 2 milion euro për 3 kilometra, ky projekt do të duhet të realizohet sipas një plani të fizibilitetit ekonomik dhe duhet të jetë apo të zhvillohet sipas transparencës publike, ku shpenzimet e financave publike duhet të realizohen duke respektuar në bazë të ligjit mbi menaxhimin e financave publike dhe pas realizimit të këtij projekti do të duhet të bëjë nga auditorët e jashtëm të shtetit një auditim dhe si është shpenzuar paraja publike taksapaguesve të qytetarëve të Kosovës. Derisa Ministria e Infrastrukturës I ik përgjithësisë, banorët janë e hallë me këtë rrugë tash 1 vit. Një nga banorët të kësaj zone që udhton çdo ditë në këtë rrugë shpreh zhgënjimin e thellë për vonesat dhe gjendjen aktuale. Kjo rrugë ka filluar në fillimin e vitit kaluam, që në atë periudhë kur ka filluar planifikimet janë konë më krye për 6 muaj, që sot jena në 2025, edhe 6 muajt e 25 veç po vinë edhe nuk janë rendite e shkërkon. Vështirësi ka shumë, gjatë gjithë ditës kalon këtu, tërë ditën është kalon. Një pjesë është rruga me gropa shumë, që shpejtësit mujnë më zhvillu shumë ngadalë. Pjesa tjetër, gjatë gjithë ditës, automjetet e kompanisë që punojnë janë në për rrugë, pjesë të bloku ka një kratë rrugës, edhe gjithë ditën njërën kalon. Asnjëherë, pe këtushit kur dalëm me mëngjes apo gjatë ditës, nuk mujnë me planifiku asnjë termin dikon me mritë caktum, pa prit këtu një 30-40 minuta deri te Gorenja. A ka dhe rrugë tjera alternative? Fatkeqësisht, s'ka. Fjala është një rrugë alternative, po ka hina në qytet mas spitalit që nuk funksionon. Është një që të ngushtë, po është veç për automjete të vogla, jo për kamiona, për këtu është problem me kalue, me dalë të Gran Storia që atje. Kjo është rrugë kryesore. Me të thonë drejten, une nuk e di sakt dikush tjetër, une s'jam informum që kena bon peticion, që me quhe ankes, po vazhdimësi së herë kena pas kontakte i na ankue. Me njerëz të ministrisë gjithmonë në ankue, po ata për i japin do arsutimet vetat, jo një kompani e ka fillue, e ka lona jo, nuk kënë gjendje, e kena ndërprej asoj punën, e ka marrë tjetra. Unë me dije Papenburgë që kjo kompani, prej fillimit e ka fillu të nderin, edhe unë ku mendue, ku njofë si kompani serioze Papenburgin. Qa ka ndodhë në këtë moment që të rrugë, që një vjetë, që kjo viti dytë nuk e kam idem se.